Ish-presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka vazhduar turneun e saj nëpër qytete dhe fshatra të Kosovës, duke vizituar këtë të shtunë banorët e fshatit Dumnic në Podujev. Përmes një postimi në Facebook, ajo ka ndarë foto nga kjo vizitë, duke falenderuar banorët për mikpritjen e veçantë. Në Dumnic, mikpritja e veçantë si çdo herë. Falenderoj nga zemra të gjithë për bashkëbisedimin e sinqert, ka shkruar Osmani. Kjo vizitë vjen në një periudhë intensive për ish-presidenten, e cila po qëndron vazhdimisht në terren pas përfundimit të mandatit të saj 5 vjeçar më 4 prill. Ajo ka vizituar tashmë shumë komuna, përfshirë Gjilanin, Istogun, Pejën, Gjakovën dhe Deçanin, duke u takuar me qytetarë të zakonshëm, por edhe me familje të dëshmorëve. Disa analistë politik i shohin këto vizita si fillimin e një fushate për t'u rikthyer në politik. Osmani ka lënë të kuptohet se nuk e ka përfunduar rrugëtimin e saj politik dhe se do të vazhdojë të jetë aktive në skenën publike. Megjithatë, ajo nuk ka dhënë ende një përgjigje të qartë nëse do të kandidojë në zgjedhjet e ardhshme dhe në cilën flamur, nëse do të kthehet në LDK apo do të themelojë një subjekt të ri politik. Interesi i saj për qytetarët e zakonshëm është vënë re edhe më parë. Ajo ka vizituar shpesh familjen e nevojë, ka marrë pjesë në përkujtimin e dëshmorëve dhe ka treguar afërsi me njerëzit. Vizita e saj në Dumnic është një tjetër dëshmi e kësaj afërsie dhe e dëshirës së saj për të qëndruar e lidhur me qytetarët. Pavarësisht se çfarë vendimi do të marrë për të ardhmen e saj politike, Osmani dëshiron të tregojë se ajo mbetet aktive dhe se zëri i saj do të vazhdojë të dëgjohet në arenën publike.